Zhdima, kush po proteston dhe cili është tashmë fokusi i protestës? Protesta është legjitime për ata të cilët mendojnë se te kjo protestojnë qytetarë të paguar apo influenca të ndryshme jashtë vendit, të gabojnë, e kanë për qëllim që të godasin atë ne që themi revoltën popullore, të godasin njerëz të cilët duan të shprehin pakënaqësitë e tyre ndaj kësaj të keq qeverisje. Më në fund, qytetarët shqiptarë dhanë mesazh tek dyshja Rama Berisha që nuk janë të heshtur, janë ata pikërisht që reagojnë ndaj padrejtësisë dhe pikë së pari mbrojtjes së mjedisit, për shkak se shkaku i kësaj proteste ishte pikërisht Zvërneci dhe në fund fare u tregua qartazi që Partia Socialiste dhe keqeverisja është në një fokus të qartë të godasi qytetarët dhe të mos mbrojë interesin publik. Zhdima, kur themi ishte Zvërneci si projekt apo ishin ato pamjet e të reqe zvarë që pam që ndezën, sepse dua ta kuptoj këtë? Pamjet, themi realist, kemi parë që Partia Socialiste në keqeverisjen e vet të sigurisht që ka bërë abuzime me raste të ndryshme në vendet të tjera të shtetit. Pra në Shqipëri kemi parë pas here edhe 5 maj se si policët kanë hequr zvarr banorët, por pikërisht ishte ai rasti ku ata të cilët ishin punojës policisë private bërë një veprim të tillë, të shnjerëzor, torturë të shnjerëzore dhe policia e partisë, që e them në këtë rast gjithmonë, ka qenë pothuajse dëshmitare të një vepre penale në kuptimin e të dobësimit të shtetit përpara ose syve të qytetarëve dhe sigurisht që ajo treguesi i qartë që ne pam qartësi se si po mbrojë nga policia e partisë një projekt i cili për mendimin tim është në shkeljet e ligjit, po dikush do të thotë po ai është brenda kuadrit ligjor, është një diskutim tjetër që mund ta themi në një moment tjetër. Do ta diskutojmë edhe këtu sot atë. Ajo çfarë unë kuptoj nga ky projekt është që e gjithë kjo situatë që sot ne kemi edhe këtu në pamjet tuaj që janë shumë të qarta, janë tregues që si qytetarët reagojnë kundrejt abuzimit edhe për rastin e asaj zvarritjes, të themi ajo tërheqja zvarri i qytetarit, ndjesia e parë ishte ndjesia për dinjitetin dhe pikërisht kjo protestë për mendimin tim është protestë dinjiteti, sepse ne pam shumë mirë se si punojësit e policisë private duke shkelmuar rregullat, cenuan dinjitetin dhe reputacionin të një individit, pavarësisht se ai ishte pronar apo protestues, po në fund fare ai ishte qytetar i këtij vendit. Përveç kësaj, ju duhet kuptoni edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme për ta thënë vazhdimisht të qytetarët, frika. Frika ndaj kujt? U godit, frika nga vetë qytetarët. Pra ne kemi parë vazhdimisht dhe këtu tek ju, kam thënë, që jemi në një situatë pasi ka ndodhur të gjitha këto ngjarje të arrestimit politikanëve, korrupsionit të gjitha këtyre, që do përplasin pushtetet. Dhe pikërisht u përplas pushteti ekonomik, pushteti gjyqësor, pushteti ekzekutiv dhe pushteti legislativ. Ja themi audiencës, këtë bisedë ne kemi bërë bashkë tek zyra, jashtë ekranit dhe më ka thënë saktësisht dhe sigurisht keni marrë dhe shtete tjera për analogji që keni shpjeguar që në një moment saktuar nëse keni thënë do përplaset pushteti politik me pushtetin ekonomik dhe me drejtësinë, do prodhojë një fragmentarizim dhe do prodhojë një protestë nga ana popullore. Dhe kjo ka qenë popullore dhe jo më larg se sa një javë përpara se ndodhte historia. Për këtë domethënë jam krejt okay. Dhe kam thënë edhe publikisht atë që do kemi kur të vi momenti i arrestimit të Ramës, do të thotë do të vi patjetër një përplasje e tillë. Momenti i arrestimit të Ramës? Po, e kemi thënë këtë. Pra, momenti i arrestimit të Ramës. Po pse do të vi momenti i arrestimit të kryeministrit për shkak? Pra, nuk mund të bëhet arrestimi i Ramës në një moment që do të jenë të gjithë palët të qeta duke u konfliktuar në mënyrë të heshtur. Rama pse duhet arrestuar po? Në këto momente, për një sekond. Në këto momente kemi një protestë që po zhvillohet dhe populli po kërkon arrestimin e Ramës, sepse titulli ose më mirë parrulla Rama Hamburg, Berisha Hamburg nuk shkon. Pse nuk shkon? Sepse Berisha ka të lashë me drejtsinë e Ramës apo të amerikanëve atë që besojnë shqiptarët pjesërisht. Por Rama nuk është akoma i proceduar. Rama është në çdo moment i jetuar, po jo i proceduar. Pse? Sepse lidhet me bashkëpunëtorët e tij. Pra përfshi Ballukun, Tahirin, Ahmetaj, në shumë të tjerë më të shkuar. Patjetër. Çfarë ndodh tani në këtë situatë që jemi? Duke qenë se populli ka dalë, është ushtruesi i demokracisë, atëherë në ana tjetër kemi politikbërjen dhe politikbërje dhe pushtetet. Pse
pse ne themi ndarja dhe balancimi i pushteteve? Sepse asnjë pushtet nuk është më sipër se një tjetri. I është balanca, Po çe kanë balancë, më thënë. Që do të paralel, pra, të gjithë këto tani fillojnë edhe përplasen me njëra tjetrën. Pra, ekzekutivi, gjyqësori, legislativi dhe kush? Dhe pushteti ekonomik. Sepse aty pikrisht në atë protestë ke pushtetin ekonomik. Pse është pushteti ekonomik? Sepse pikrisht qytetarët që punojnë në subjekte private janë ata të cilët paguhen si qytetarë që punojnë në subjektet private. Por ata, për shkak të imponimit të subjekteve private, në padrejtësinë që i bën në punën e tyre, sigurisht prodhon revolt qytetare, sepse ti, kur e di që pronari jot punon me pushtetin, sigurisht që ti do dalësh aty të protestosh edhe për pushtetin dhe për pronarin tënd, i cili është bashkë me pushtetin. Prandaj po të them që kjo që po ndodh është pikrisht piknisja e konfliktit midis pushteteve. Dhe pikrisht tek arrestimi që doja të thoja, kur të jemi në një rrugë tjetër, në një moment tjetër, do të themi të një pyetje ose të një kauzë që do dali pak më vonë. Jemi gjëre gjatë sonte për të diskutuar mbi këtë çështje, se do përpiqemi të kuptojmë. Karanja, unë e di që do ta zhvendosim pak fokusin ndoshta nga ato çështjet e përhershme që ne trajtojmë këtu, ndoshta mund të japim një kontekst politiko-social, sociopolitik diskutimit. Tani si ke lexuar energjinë e kësaj proteste, shkaku, burimi që ka prodhuar këtë lloj masiviteti të rinj, se duhet thënë që pjesa dërmuese aty janë të rinj, është energji kështu që zien. Si tash po ta vesh Rjando, shishit që brez i ri, komplet brez i ri. Shumica po. Të gjithë të rinj. Ke edhe fëmijë të vegjël aty në protest. Madje kur u bë protesta para disa ditësh, pompa e ujit të policisë i ra një fëmijë të vogël. Pra domethënë nuk ka vend pa me përdor as ujë. S'bëhet fjalë për shkopa gome. I ke njerëz të rinj, njerëz që protestojnë që për shkeljet për gjithë padrejtësitë që është bërë popullit shqiptar për 35 vjet, për grabitjet e pronave. Pra ky thua që është një akumulim, një mbledhje 35 vjetëve? Kjo është një akumulim, është një majë vulkanit që po shpërthen. Shqiptarët ndihen të mashtruar, ndihen të gënjur me propaganda, me investitor strategjik të falsifikuar, me investitor që gjithë të na vite na kanë ardhur si gango, por në vërtet janë lango. Pra janë mashtrues, me investitor mashtrues. Këtu nuk mund të thuhet domethënë diçka masive. Nuk bëhet fjalë që ka shërbime tuaja, absolutisht nuk mund të themi kjo është një shpërthim i popullit shqiptar, i rinis, i brezit ri për gjithë padrejtësitë që janë bërë. Pra po thuaj që shërbimet tuaja mund të ketë por ndikimi atyre përballë, se energjia thuaj që është i pa. Sikur të ishte e vërtetë që shërbimet e UE kanë bërë këtë, duhet të jepshin tërheqje nga i pari te i fundit. Ku je ti? Edhe shiku. Edhe shiku edhe vetë kryeministit në rast të jemi në këto kushte, në rast të jemi, Shishi është shiku i vjetër. Këtu nuk ka askush lidhje me shikun, me shërbimet e UE. Kjo është protestë e popullit shqiptar për padrejtësitë, për mashtrimet dhe në vetvete janë të mbledhura shumë gjëra. Është mbledhur dështimi sistemit shëndetësor, dështimi i sistemit gjyqësor. Po ta vesh re në një deklarat një zyrtari tha, të shkohet në gjykatë, të ndiqet gjykatë, po ti e ke shkatruar gjykatën, s'ka më gjykatë. Ku të shkojnë njerëzit? Kanë titull pronësie. Po si është dhënë titulli i pronësisë ti personi? I është dhënë se ti ke hipotekën dorë, ose kadastrën që merr titullin. Ti ja jep atij që është më i fortë. 17 drejtorë në Vlorë për një periudhë kështu domethënë, 16. Dhe rrin punë ai që lëshon vërtetimin e freskuar të pronësisë. Ai rrin punë. Ndërkohë që çështja është në gjyq. Pra ti së gjithë për konflikti gjyqësor ti jep certifikatën e bardhë aty pas se hoj problem. Karanja, po si zgjidhet kjo realisht nëse do marrin të mirëqen që projekti do bëhet. E marrin të mirëqen e këtë që Rama thot nuk të riqemi nga projekti, nuk bëhet, ja erdhi që edhe mund të bëhet ai projekt. Tani me këto pronat që në një moment caktuar gjykata e lartë mund të thotë shiko do ta kthejmë për rishqyrtim se dyshohet për falsifikim. Tani çfarë ndodh aty? Ku shkojnë lekët? Kush i merr lekët? Kush përfiton? Problemi është që pronat shqiptare, pronat e popullit shqiptar, ka prona private që kanë qenë pronat private, ka edhe prona shtetërore. Ka qenë politika shqiptare, kanë qenë këta politikanë të cilët e kanë bërë këtë mish-mash. Kanë qenë këta politikanë dhe ke politikanë që janë në parlament aty që kanë votuar ligjin 7051, që është pronë e këtij. Që janë këto politikanë që kanë votuar ligjin për kthimin e pronave. Janë këto që kanë gishtë që kanë ndryshuar ligjet. Pra, na u ngrit akuzat e rasti i zotit Berisha për
ndrim destinacion. Ndryshim destinacion dhe ndryshim i ligjit për qëllime personale, edhe këtu është ndryshim ligji për zonat e mbrojtura, nga një grup deputetësh. Ndërkohë që e kemi shpjeguar, një ligj i veçantë që kërkon ndërhyrje specialistësh duhet ishte bërë nga Ministria e Mjedisit. Pra, ligji për ndryshimin për investimin në pronat e mbrojtura është bërë nga një grup deputetësh. Pra, këtu s'kemi lobim. Prandaj, këtu andi bëhet fjalë. Edhe duhet gjetur edhe deputetët që kanë propozuar. Janë deputetë. Çfarë janë edhe ku kanë interesin? Unë mund t'ja u lexoj, është një projekt ligj që është depozituar në 2023-shin, që është drejtuar në atë kohë zonjës Lindita Nikolli, e cila ka qenë në krye të kuvendit të Shqipërisë dhe thotë: e nderuar zonja kryetare, bazuar në nenin 81.1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenin 68 të rregullores kuvendit, ju paraqesim projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 81 fraksion 2017 për zonat e mbrojtura. Faleminderit. Deputetët propozues janë Fadil Nasufi, Florent Spao, Arkend Balla, Edona Bilali, Bujar Çela, Anduel Tahiraj, Shpresa Marmraj, se kanë shku dhe keq, Mirela Pitushi, Denis Deliu, Klodiana Spaiu, Elisa Beta Zake, nuk e lexoj dot, Eduard Ndreca. Mirë, unë këtë po përpiqem të kaloj edhe regjis, domethënë që ma... Pyetja është e thjeshtë, kush nga këto është inxhinier mjedisi? Asnjëri. Kush një fushën, sepse unë jam jurist. Përse e bën këta deputet për shembull? Që ndryshohet një ligj pa lidhje dhe janë shmangur kompetentët. Sepse një ligj kur propozohet, ligji është një rregull shoqëror. Pra, ke marrëdhënie shoqërore që duhet rregulluar me rregulla të detyrueshme për të zbatuar dhe vetë ligji. Mblidhen specialistët dhe thuhet, shiko, duhet bërë këtë. Pavarësisht se organi ligjvënës është parlamenti, ato që bëjnë rregulla janë specialistë, ore duhet bëj kjo. Për shembull, po marrim rast për lëndët kimike. Kjo lëndë kimike duhet hedhë rrugë, pra ka rregulla se si mbahet. Dhe është kimisi që na thotë që duhet vol ligji kështu. Dhe ne pavarësisht se e njohim ligjin nga ana juridike, por specialistët ta propozojnë që kjo është lëndë ndaluar, edhe ligji i drogave për shembull. Janë specialistët thonë që kjo tabel është drogë. Ose ta heqim kokainën nga droga. Mbledhin një grup specialistësh, ta ndryshojmë ligjin për lëndët narkotike, pinë mall vet, ato drogën ta heqin, patën kokainën të mos quhet ajo. Edhe i propozojnë, shfuqizojnë, ndërkohë që kokaina është së specialisti. Pra këtu shmaket, ta duan me pi mall e shfuqizojnë ato të kokainës. Hashashi dënohet, por për këto jo. Prandaj janë specialistët, prandaj shteti ka organe, prandaj shteti ka sektor të veçantë. Ministria e Bujqësisë duhet të jepte, Ministria e Bujqësisë, Ministria e Mjedisit. Ligji kryesor, ligji më është propozuar nga Këshilli i Ministrave. Këshilli i Ministrave vjen për propozim nga Ministria propozuese ky ligj. Këtu çuditërisht nga një grup deputetësh, pra duhet verifikuar ç'është këto grup deputetë, kush ja shtiu në mend. Si erdhi kjo në mend? Shteva ti i ditë burr ti u kujtove që ka një duhet ndërhyrë zonat e mbrojtura. Kjo është kryesore dhe duhet të hetohet. Në lidhje me dinamikën e ngjarjes, kjo është një ngjarje shumë e madhe, shumë e madhe dhe thash, mblidhen gjërat, mblidhen një ditë në Shqipëri, folën për investitorët. Investitorët kanë dështuar totalisht. Ja, okay, këta janë deputetë propozues. Tashti, unë besoj që këta janë propozuesit, se për disa shtesa dhe ndryshime në ligj, sepse nuk kishte tjetër, domethënë relacion, si të themi, propozim tjetër. Ky ishte propozimi i vetëm atje. Por janë 12 deputetë që kanë 12. Po jo, një sekond, bëjmë vetëm një ndërhyrje të vogël thjesht për të ndihmuar edhe para folës. Ta bëjmë diskutim, ta bëjmë shumë të bukur, po thjesht ngatroi diçka dhe ti dua ta korrigjoj. Di që nuk do korrigjim, po thjesht për qytetarët ta kuptojnë. Po. Pra, nga socialista u bërën specialista këta deputetët. Tani nderuar zoti Karanxha, mund të vazhdoni edhe të bëni parashtrim. Jo, specialista ka këtu se secili prej tyre mund të jetë specialist në një fushë të caktuar, se ka mbaruar një fushë studimi, është më shkollë të lartë. Socialista u bën specialista. E kuptove tani se kanë bëri kurs tani se e patën boj kurs këto deputetët. E mamen. Akademia politikë. T'ia kujtojmë qytetarëve, Por nuk mendoj që është kurs në fushën e mjedisit. Jo, pse? Ndërhyrjet e pemë. Jo, sepse atëherë më duket ai trajnimi
ishte bërë në zonat e në plazh, më duket, mos harroni se zoti Rama frekuenton shumë Durrësin, Vlorën. U bën në Tiranë, është akademia politike e Partisë Socialiste, ka dhe akademi tjetër që është nga socialist bën specialista. Janë akademi të tjera të cilët janë në hotele luksoze të Republikës së Shqipërisë. Diploma e këtyre njerëzve nuk ka lidhje me këtë propozim, nga ka ardhur ai projekti. Prandaj nga socialista u bën specialista. Okej. Gjithsesi ju e dini. Po, çfarë ka ndodhur janë? Po. Bashkimi Evropian, një përfaqësues i Bashkimit Evropian bëri deklaratë shumë fort dje. Duhet hetim nga Spaku, nga Pishpëroja deri në Nart, kjo zonë turistike. Duhet hetim nga Pishpëroja deri në Nart. Do ta trajtojmë dhe çështjen e Spakut nëse më jep një hapësirë që të marr një mendim edhe zhvillimës për diskutim dhe kam pikë konkrete se çfarë do të provojë hetimi i Spakut dhe kërkesa e zyrtarit të Bashkimit Evropian. Tani, Zhdima, faleminderit Karanja. Zhdima, çfarë mund të provojë një energji e tillë? E gjunjëzon do të një pushtet? Është orientuar e gjithë kjo energji e të rinjve? Janë të qartë se çfarë po kërkohet? Si e lexon? Është mesazh kundër zotit Rama, është mesazh kundër abuzimit, është mesazh kundër tjetërsimit të pronës shtetërore. Ata, në rast se nuk kanë një pothuajse një përfaqësim, në rast se nuk kanë një projekt, nuk do të thotë që janë pa gjë. Pra do të thotë qytetarët shqiptar protestojnë dhe është e drejta e tyre të protestojnë sepse kërkojnë transparencë dhe llogaridhënie. Se pikërisht politika përmes pushtetit duhet japi llogaridhënie dhe transparencë. Në rastin konkret nuk ekziston as llogaridhënia, as transparenca. Përse mungon transparenca me projektin? Përse mungon transparenca me projektin këtu zhdima? Po, nuk ka projekt. Jo, ka projekt. Po ku e ke projektin? Vetë njëri thot ka, tjetri thot s'ka. Ka projekt. Ka projekti, ide jo përfundimtar. Një sekond, edhe të jetë edhe ide, le të jetë edhe paraprak, nuk ka rëndësi. Projekti duhet të jetë, por thjesht merr durimin atë. Ky është projekti ide. Jo, po merr projektin sipas asaj. Projekti përfundimtar, më fal zoti Zhdima, është që ti sepse ti e ndjen mjedisin apo jo. E ndjen. Do shoh kjo pemë, duhet pres, ti duhet ke sa pemë ka një inventar qa nga do hyet, kush do hyet. Unë me sa pash aty hyni buldozeri me një shpejtësi skëterra. Projekti i parë është anulluar Tharama. Që do thotë? Ajo është një foto siç bëhen këtu me brez jeshil, domethënë ke beton jeshil. Absolutisht s'bëhet fjalë aty. Ai është një projekt ide që do bëhet shumë, por projekti se sa pemë ka, sa pemë do pritet, si do bëhet s'ke se kjo është mbrojtje e mjedisit. Që ti ke kaq pemë, ke këtë inventar, do ndryhet shumë. S'ke projekt fare. Ju mendoni se agjencia e territorit ose agjencia e mjedisit do të bëjnë një studim të tillë? Ju mendoni se në këto kushte jemi? Po për çfarë morën rrogën ata? Po ata i marrin rrogën që të thënë që shqyr marrim në lekë të kemi lekë në ai vot partisë. Ne s'dim se s'dim se çfarë do bëhet, thjesht kemi një foto, një pikturë, ajo mund të jetë dhe një pikturë që është bën darkë aty, edhe thotë ja ku ke projektin. Por projekti duhet të jetë i detajuar, si do ndërhyhet, si do bëhet banesa, lloji i ndërtimit, mënyra e lidhjes së konstruksionit me tokën. Sigurisht që do të ketë projektin, po nuk ka rëndësi më projekti këtu. Projekti është ky, një sekond, flasim projektin politik tani, nuk flasim më projektin teknik, se nuk na intereson projekti teknik përpara politik. Pse? Sepse ti po jep një zonë e cila mund të thuhet për ndonjë person që është truall privat, e kupton? Por nga ana tjetër, ai kishte çuar gardhin deri te hapësira dhe tek via brigdetare. Ktu është projekti. Pra, projekti këtu është, nuk është a do të ketë apo jo ndërtim. Prit mos merrem fare me projektin e, sepse po futem ne te projekti, i bën që bëjmë lojën e Ramës, bëjmë projektus. E thotë ju s'jeni inxhinier, s'keni pse të flisni. Ndërsa te Gardhi, këtu është e gjitha te Gardhi që ka shkuar nga fillimi i pronës private deri në maj të detit, aty do të thotë që ka projekte qartë që të merret e gjithë prona shtetërore të jepet pas një studim, pas një projektim, pas një miratim të institucioneve shtetërore që zoti Karanja me të drejtë thotë përse paguhen ata. Tani po, a ka shpërdorim detyre të atyre institucioneve? Ka apo jo? Sepse kur nuk ka projekt, do thotë pse ti e ke bërë gardhin e ke çuar deri në fund. Regjia nuk e di, kemi atë lëndë ndërtimit? Çfarë tani çfarë thotë?
se këtu e zë dhe pak strisha. Kjo është data 28 janar 2025. 28 janar 2025. Pika 39. Leje ndërtimi për objektin resort turistik në Gadishllën e Zvërnecit, bloku rezidencial F1V2, nuk e di bie faza e parë bie tjetë kjo, F1V3, F1R6 me vendodhje në Pishporonart, Bashkia Vlorë me subjektin zhvillues Zvërnec South Adriatic Development. Një sekond. SHPK. Bashkia Vlorë do të kemë parasysh diçka. Mund të jetë patjetër dhënë një pothuajse një projekt nga kryeministri, por të paktën vetë qeverisja vendore e ka për detyrim që të bëjë një transparencë të banorët dhe këtë qytetarët çfarë do të bëhet dhe ku do të bëhet zhvillimi, si do veprohet dhe si do të jetë llogaridhënia. Unë di që janë pyetur grupet e interesit aty. Po, kështu bëhet. Janë pyetur se ka pas proces verbal të mos. Janë dhe me foto, janë dhe me foto. Ashtu do jetë. Jo, realisht, domethënë bën gjithë projekte, të bëjmë projekt ty dhe të ngelesh me gojë hapur. Dëgjoj mua. A jepet leje ndërtimi pa pasur projekt pyetje? Tek Pishporoja. Po jepet asnjëherë tani, se quhet leje ndërtimi. Pishporonart. Është pjesë e kësaj. Po, aksie. Pjesë e kësaj, përse Zvërnec South Adriatic Development, se kam përshtypjen në fazën e parë. Shikoj, është ndarë me 3 faza. Nga çfarë dim. Po mirë, po ato larg dhe projekte. Ato janë të tjera. Janë Tiranë, Kavaj, Himari, pas të ndërtuar edhe i lartë. Po ka pafundësisht, domethënë po tysh tek pse pikërisht numri 39. Po çfarë është 39-a? Ajo, me çfarë projekte? Është 36 dhe 9 janë numra që kanë simbolika. Kanë simbolika. Okej, mirë, nëse kanë simbolika nuk po hy asaj. Jepet Kalanxha, jepet do të leje ndërtimi pa pasur KKT-uja, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujrave një projekt, thotë që shiko, e shoh këto dhe bjem dakord për të një leje ndërtimi. Ande, të kthehemi prapë te protestuesit. Protestuesit kryesorja që kanë pjesë transparenca zero. Ke transparencë zero, tu s'dihet se çka ka ndodhur. Njëherë thuhet s'ka projekt, njëherë thuhet ka projekt. Është projekt ide që do bëhet kështu. Atëherë ti që të ndërhysh në një zonë mbrojtur mbas ligjit dhe mbas ndryshimeve të ushtarëve të ligjit, specialistëve, ushtarëve të ligjit. Po. Na rezulton që ti duhet të kesh një studim të zonës, duhet kemi kujdes. Vlerësimi ndikimit të mjedis. Vlerësimi ndikimit të mjedis, duhet kemi kujdes që të mos prishim dunat e rërës, janë dunat të formuarve në vite. Duhet kemi kujdes në Zvicër, më duket. Duhet kemi kujdes për pemët, duhet kemi kujdes për gjitha. Dhe këto nuk bëhen me i tramet lapsit. Do ta bëjnë sepse nuk është pikturë. Është pronë kombëtare e krijuar në vite. Pra një dunë foli një specialist, mjedisi do vite dhe qindra vite të bëhet, sepse ka vite se nuk është durë rëre në shkretirë, është durë rëre në ujë. Dhe kjo kërkon investim, kërkon e para, specialistët t'japin mendimin e vetë, dikimin në mjedis sa është e mundur, ja dhe gardi. Gardi, urdhro, tek via, po qa, po urdhro, shkaku. Urdhro, shkaku, si e ka bërë ai gardin, hajde bëhet ti me mua bashkë gardin. Shive zonën mbrojtur këtu? Shiko. Si ke hyti? Ku e ke lejen që ke hy? Ka leje ndërtimi për këtë murin. Jo, po me çu deri te gardi, aty te gardi atë çështë bërë. Është bërë muri sipas ajo gardi sipas. Dhe e dyta që kemi më problematik se për mua nuk shoh murin problematikë, po për shoh mungesën e transparencës. Po përse çfarë mungesë transparencë për shkak Karanta? Çfarë ku dyshon ti që ka? Është çështje pronave aty, është çështje atyre që përfitojnë nga kjo histori. E para kemi një mix. E para çështje prona sepse pronat janë atë lanë gjyq në çështje në gjyq. Pra çështje gjyqësore. Po mirë, ishte pretendime që ne jemi në gjyq akoma. Po le të jetë çështja në gjyq, nuk ka një rregullator për shteti për shembull që për shkak të një interesi ta bëj kundër të ta bëj një kundërpyetje. I ka bërë vetë sepse nuk e di ka kap diçka. Shteti i ka bërë vetë. Ka ndru 17 vjet derisa ta firmosi për njërin. 17 vjet kanë 18 vjet. Pa llogarit dronin e kërconit që ka kërcit droni aty. I është rëmu koka në njërin që ta firmosim darket. I gjithë problemi është transparenca zero. Ne nuk e dimë, është pasuri kombëtarëve, është e fëmijëve tanë, është e popullit shqiptar. Kush je ti që më gardin mu? Dhe nuk është faji i kompanisë që ka von gardin. Faji është ai që e le. Si më veti mu gardin? Jo, bo plazhi, jo dhe ne dum zhvillim. Po pse dum ne? Po kush janë këto? Na ka rezultuar, ta thash në fillim, të gjithë investimet e huaja që janë bërë në Shqipëri, pjesa e tyre më e madhe janë investime të dështuara. Merre Bankësin, janë tha pusit e naftës, del minus. Me çfarë vendit botës ti ke vend që nxjerr naftë del ashtu? Pse po bëhet lufta në gjirin persik për naftë?
Aty bëhet luftë për naftë që të ketë naftë, të ketë të ardhura, ne kemi të varfër. Ke bulqizën, ke njerëzit pa dhomë gojë aty, në kushte mjerane, veni është mbi flori. Pra ne investimet e huaja thojë, ose investimet siç i quajnë to, janë të gjitha zero. Janë të gjitha, domethënë kanë sjellë me humje. Si mund të kesh humje, unë nuk e kuptoj. Pra, populli ka drejt. Jemi trembur nga këto lloj investime se them unë. Jo, thu ti, por si është në realitet. Kemi të bëjmë pa u nisur me një parti politike apo tjetër. Janë 35 vjet. Kjo ka ndodhur 35 vjet. Këtu kanë dalë qytetarët dhe ne flasim për qytetarët. Këtu janë 35 vjet dhe po të veshë protestuesit kanë lidhje pa interes me njëri tjetrin, as nevoj interesi. Goca treja, çuna tre duke dalë. Kemi një moshë 3. Dhe të gjithë to janë të lidhura dhe njerëzit kanë një komunikim dhe edhe një shprehje dufi. Pra, domethënë s'është thjesht është një akumulim i filluar vite, aq më tepër punimet pa projekt, se duhet projekt përfundimtar. Duhet një projekt përfundimtar, jo projekt ide që do ta bëjmë kështu. Sepse na ka rezultuar, siç ishte rasti i tunelit Llogaras, ishte ura hiku ura, sepse projekti ide ishte tjetër ura të fluturuar. U bën me mbushje. Aq më tepër që historitë me të huajt na kanë dështuar totalisht. Dhe protestuesit kanë të drejtë të protestojnë, të ngrenë zonin, sepse kemi një grabitje, pra jo vetëm për rastin, por në përgjithësi kemi grabitje të pronës publike, pasurimin e dy njerëzve dhe shkatrimin, sepse këto prona po u shkatruan nuk bëhen më. Nuk riparohen më. Okej, faleminderit të Kalanxha. Zhlima, po diskutonin për çështjen e lejes ndërtimit, po diskutonin për projektin. Përse një mungesë transparence e tillë nga ana e qeverisë? Se pikrisht që nga ana investitorëve mund ta publikojnë dhe ata, thonë që shikoj se ne këtë kemi menduar. Pushteti ekzekutiv përfaqëson shtetin, po shteti është një aset kombëtar që përfaqësohet nga partia politike që merr qeverisjen çdo 4 vite ose atëherë kur vjen momenti, edhe me zgjedhje parakoshme. Duhet keni parasysh diçka që është shumë e rëndësishme. Zoti Rama e mendon Shqipërinë si një pronë private të tij. Pra, nga 2017 dhe në vazhdim, ai duke marrë timonin, mendoj se mori timonin e makinës individuale, pra makinës private, sikur kemi të gjithë ne në një makinë. Shqipëria nuk është makinë. Kryeministri nuk ka patentë, nuk i jep. Ka rëndësi, prandaj kemi shkuar në këto projekte që tha dhe kolegu më përpara, me të drejtë tha që ka dështuar të gjithë projektet, prandaj jemi në këto rezultate ku jemi sot. Pa patentë edhe me këtë drejtim lere. Tani shkojmë tek situata e transparencës. Nuk ka transparencë në asnjë projekt. Mos harroni një fakt tjetër, ne kemi qenë këtu bashkë dhe kemi folur pikërisht për gjithë ato dështime që ka bërë kjo qeverisja e Partisë Socialiste. Aeroporti i Vlorës, Porto Romano dhe shumë projekte të tjera. Të gjitha kanë dështuar. Pse? Nuk e pasur transparencë. Transparenca nuk është thjesht një fjali që themi hajde çuna se duhet ta themi. Por këtu është transparenca sepse duhet kuptohet kush është projektuesi, kush është zhvilluesi, kush është investitori, sepse në fund fare aty mund të kemi ndonjë armik të huaj. Bravo, atë është i panjohur. Që thua, dhe pse tani protestuesit, tani me të drejtë the, pse tani protestuesit duhet të thuan që janë të huaj, ku ndërkohë ne nuk e dim kush është ky huaj investitor dhe a është vërtet familja Trump apo pas familjes Trump fshihet dikush tjetër. Ose thjesht është emri, tabela Trump dhe në fund fare fshihet një i huaj. Pra, këtu duhet të vi qartazi transparenca. Dhe pikrisht tek transparenca ne duhet të qëndrojmë, sepse duhet të dim se ai i cili vjen në Shqipëri të investoj, do investoj për të bërë zhvillim apo investoj për të kapur pushtete të ndryshme që do vinë në Republikën e Shqipërisë, edhe do të instalohet një pushtet që të shitet Shqipëria pas 20 vitesh. Se prandaj kërkohet transparencë, sepse ju e mendoni të shitet Shqipëria pas 20 vitesh. Po, më zotëri. Çfarë do të thotë? Sepse të vjen ky investitori. Rama thot, na erdhi ky investitor, po na sjell 4 miliardë, se nuk e di se me shifra 4,5 miliardë euro. Ku do investohen parat? Ku do investohen parat? Kë do blej ai investitori? Se të merr 4-5 bandit, i vendos në qeverisjen e vendit, gëzohemi ne të gjithë bashkë sepse ka pushtet, dhe kujt i shërben? Gjithmonë rusëve apo njerëzit të tjerë të cilët kanë ëndra apo projekte të errta për Ballkanin Perëndimor. Shumë e thjeshtë kjo, prandaj quhet transparencë. Transparenca nuk është thjesht fjalia unë thash investitorin dhe mbaroj gjithçka. Jo,
është edhe ai investitori fundor që është i fundit fare, që duhet dihet se si vin origjina e parave. Pse pikërisht Partia Socialiste thoshte që ata të cilët janë në rrugë janë iranian, ata të cilët janë në rrugë janë grek, ata të cilët janë në rrugë janë rus. Pse? Se pikërisht do të fshej nga mos transparenca njerëz të cilët kanë projekte të errta për Republikën e Shqipërisë. Shumë e thjeshtë është kjo. Projekte të errta. Të errta dhe më të errta se këto. Ka të tjera? Po patjetër. Prandaj të pyeta. Ajo lista kishte shumë numra. Me ato janë Kemi qëndruar tek numri 39. Ja të shikojmë edhe të projekte të tjera.